Në një botë gjithnjë e më të globalizuar, ku teknologjia dhe media sociale kanë një ndikim të madh, shumë fëmijë rriten duke u ekspozuar në mënyrë të natyrshme ndaj gjuhëve të huaja. Por sipas gjuhëtarëve, mësimi i gjuhëve të huaja në moshë shumë të vogël mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e gjuhës samtare. Fëmia duhet të mësojë një gjuhë të huaj pasi të ketë ngulitur mirë atë që ne quajmë aparati i të folurit për gjuhën amtare. E themi ne baza fonetike. Domethënë, deri në moshën 6 vjeç, fëmia nuk duhet të mësojë gjuhë të huaj, sepse në këto raste nuk do ta ketë të qëndrueshme, themelore një tip shqiptimi, artikulimi. Eva Sinanaj, sociologe, thekson faktin që prindrit duhet të kushtojnë më shumë kohë fizike fëmijëve duke mbajtur kështu gjallë komunikimin verbal në gjuhën shqipe. Në ditët e sotme fëmijët, edhe të rriturit, por kryesisht fëmijët, janë shumë të ekspozuar ndaj mjeteve teknologjike, ndaj rrjeteve sociale, ndaj lojrave që shikojnë, apo kartonave të animuar të cilat janë në gjuhë të huaj. Ata i bën që të jenë më të ekspozuar dhe më të ndikuar nga influenca e gjuhës huaj. Dhe na bën që të flasin më përpara gjuhën e huaj sesa gjuhën tonë amtare shqipen. Gjuhën e bukur do thoja shqipe dhe të veçantë. Prindrit duhet të kushtojnë më shumë kohë fëmijëve dhe kohës fizike me ta, por dhe kohës jo vetëm fizike, por dhe kohës kuptim plot dhe aktive të tyre. Gjuhëtari Xhevat Loshi thotë se përdorimi i gjuhëve të huaja ka kaluar për te një mjet i komunikimit të zakonshëm dhe është kthyer tashmë në mod. Një pjesë e mirë e njerëzve përdorin fjalët huaja, në këtë rast ju flisni për anglishtën, po dhe italishten dhe të tjera, për të dukur për mod. Unë dëshiroj ta them në mënyrë të qartë. Ju që kërkoni të përdorni fjalë të huaja për të dukur për mod, tregoni që si dini mirë gjuhët e huaja. Dhe për këtë arsye, nuk duhet të ngulni këmbë, moda është kalimtare. Ekspertët shprehen se pavarësisht se anglishtja mund të ofrojë mundësi të reja dhe të jetë një mjet i fuqishëm komunikimi, përdorimi i saj i tepruar mund të krijojë një hendek në ruajtjen e identitetit kulturor.